Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kjo është një histori që nuk do ta kisha ndarë kurrë. Po ndoshta, tani është koha. Nuk është e lehtë të pranohem për atë që jam. E di se do të më dënohet shpirti që kam brenda, por mund të them me siguri që ky sekret më ka marrë shumë më shumë se sa mund ta imagjinoja. Më mirë të filloj nga fillimi, ndoshta mund të kuptoni pse nuk kam mundur ta ndaloj veten. Linda është motra ime. Ajo është gjithçka për mua. Jeta ime ka qenë gjithmonë rreth saj dhe e di se ajo më ka dashur gjithmonë. Ndërsa kalonin vitet, ne u rritëm shumë të lidhura, më shumë se motra, ishim shoqe, mbështetje, gjithçka tjetër që mund të kërkoni nga një marrëdhënie familjare. Ajo ishte gjithmonë e shoqërueshme, e drejtuar dhe unë isha më e tërhequr, por gjithsesi, gjithmonë gjeja forcën tek ajo. Kur e filloi të dilte me Andin, nuk mendova se kishte ndonjë gjë të veçantë. Ai ishte i qetë, serioz, por gjithashtu i kujdesshëm për të. E vlerësoja që ishin kaq të lumtur së bashku dhe gjithmonë i thosha vetes se ai ishte një djalë i shkëlqyer. As nuk kisha dyshim se ai ishte njeriu që ajo kishte kërkuar gjithë jetën. Gjithçka ndryshoi një ditë të zakonshme pranvere, kur Linda kishte disa punë jashtë dhe më kërkoi të qëndroja për disa ditë tek shtëpia e saj. Ajo kishte planifikuar të shkonte për një vizitë të shkurtër tek familja e saj dhe mua më dukej një mundësi e shkëlqyer për të kaluar pak kohë vetëm. Andi ishte atje sigurisht. Ishim gjithmonë shok të mirë, por kurrë nuk ishim afruar më shumë. Ai ishte burri i motrës time dhe në mendjen time ishte i paprekshëm, dikush që nuk do të duhej të kishte asnjë lidhje me mua më shumë se ajo që kishim. Por kur qëndrova atje, diçka ndryshoi. Ai kishte një mënyrë të veçantë për të bërë të ndihesh sikur je e rëndësishme, sikur çdo fjalë e tij ishte e menduar dhe e kujdesshme. Bisedat tona filluan të bëheshin më të shpeshta. Flisnim për gjithçka, për jetën, për punën, për ëndrat. Ajo që më bënte të ndihem e veçantë është se ndryshe nga të tjerët, ai më dëgjonte me vëmendje, pa ndihmuar apo pa më dhënë një mendim të menjëhershëm. Në ato momente kur ai fliste, ndihesha sikur ishim vetëm ne të dy. Kjo më përplaste në një botë tjetër. Një natë kur Linda ishte jashtë, ai më ftoi të dilnim për një shëtitje. Në atë moment nuk mendoja se diçka do të ndodhte, por gjithçka filloi me një shikim të thjeshtë që qëndroi më shumë se sa duhej. Ishim në një park të vogël, gjithçka rreth nesh ishte e qetë dhe e mbuluar nga dritat e muajit. Atëherë, pas një paralajmërim, ai më preku dorën. Nuk e dija si të reagoja, po ndihesha sikur nuk mund të largoja dot duart e tij. Syt më pan thellë dhe ishte si një tingull i qetë që më shpërtheu në mendje. Kur buzët e tij prekën të mia, çdo gjë ndryshoi. Nuk isha e sigurt se çfarë po ndodhte, por diçka brenda më tha, mos ndalo. Pas atij momenti, çdo gjë ishte ndërlikuar. Te puthja edhe deri më tej, arrita që burrin e motrës time ta bëja diçka më afër. Ndihesha sikur kishte ndodhur gjëma. Të nesërmen, Linda u kthye. Sytë e mi ndiheshin të mbushura me një ndjesi të çuditshme, por gjithçka që mund të bëja ishte të mbaja të fshehur atë që kishte ndodhur. E dinim që gjithçka kishte kaluar dhe po vija në vete, por ndihesha si një e huaj. Takimet me Antin vazhduan, të shkurtra, të fshehta dhe gjithmonë me një ndjenjë përgjegjësie. Ai më shihte si një grua tjetër, jo si motrën e gruas së tij, dhe ai e dinte se çfarë po bënim. Por ishte një forcë që na tërhiqte. Dhe çdo herë që ishim të vetmuar, ajo forcë na shpërthente. Gjërat vazhduan të bëhen gjithnjë e më të vështira. Linda filloi të pyeste shpesh për Andin, për marrëdhënien e tij me të, për çdo gjë që lidhej me të.
Ndihesha si një varg që po mbante një barë të madhe, duke ditur se çdo fjalë e gabuar mund të shkatroj gjithçka që kisha ndërtuar. Por nuk mund të largohesha, nuk mund të ndaloja. Kisha rënë thellë në diçka që nuk kishte kthim. Dhe e gjitha kjo ishte një ndjenjë e humbur, e gënjeshtërt dhe nuk din nëse do të ndalesha ndonjëherë. Të gjithë e dim se sekreti ka një mënyrë për të dalë në sipërfaqe. Ndoshta ajo gjithmonë ashtu si e presim, por më shpejt se sa ne e mendojmë. Për mua, ndjesia e tensionit ka qenë gjithnjë aty, gjithmonë duke më rënduar si një barë që po më shtypte gjithnjë e më shumë. Të jetosh me këtë sekret çdo ditë është një ferr që nuk mund të shpëtosh dot. Ka pasur ditë që ka menduar se nuk mund të vazhdoj më. Më ka shkaktuar dhimbje të mëdha që i fshija për një kohë të gjatë, duke u përpjekur ta mbaj për vete. Më ka shkaktuar ankth, vështirësi dhe një ndjenjë faji që nuk mund ta përshkruaj. Por nuk mund ta ktheja pas, dhe çdo herë që shikoja Andin, më dukej se ai ishte po aq i ndikuar nga kjo situatë si unë, dhe gjithçka që mund të bënim ishim të vazhdonim fshehtësim për këtë marrëdhënie të ndaluar. Një ditë, pas disa muajsh që ndihesha e ngarkuar, dikush qëndroi në derën time. Ishte Linda. Sytë e saj të shqetësuar, fytyra e mbushur me dyshime, më bën të ngri në vend. Nuk e dija se çfarë priste, por e ndjeva se ky ishte fundi. Kam dyshime, më tha ajo duke mbajtur frymën. Po ndodh diçka që nuk e kuptoj. Ti dhe Andi ka diçka që nuk është si më parë. Zëri i saj kishte një ngjyrim shqetësimi dhe unë nuk mund të shija që ajo po luftonte me veten për të thënë atë që mendonte. Për një moment ndjeva se do të shpërtheja. Ajo dinte gjithçka. Po, ndoshta ishte një instinkt i motrës, një lidhje natyrshme që ajo kishte me mua, që më kishte ndihmuar ta kuptonte këtë të vërtetë të tmerrshme. Ishte momenti që kisha frikë se do të vinte. Ajo mund të më kërkonte të tregoja gjithçka, mund të humbisja gjithçka që kisha ndërtuar, dhe e dija që kjo do të thoshte se marrëdhënia jonë do të shkatrojë përgjithmonë. Po, ndoshta nuk do të kisha mundur ta shpjegoja, por ishte një ndjenjë që nuk kishte nevojë për fjalë. Linda, i thash duke mbajtur veten të qetë, edhe pse zemra po më rrihte fort. Nuk është ashtu siç e mendon, nuk është ashtu siç duket. Ajo më pa për një moment dhe me një shikim që i thoshte gjithçka, por nuk tha asnjë fjalë tjetër, vetëm heshtje. Më në fund, ngriti kokën dhe më tha me zë të ulët. E di, por do të më duhet të përballem me këtë. Do të flas me Andin. Dhe ajo shkoi. Nuk e di sa minuta kaluan, por ndihesha si një jetë e tërë që po më kalonte përpara syve të mi. Çdo sekond, çdo frymë që merja ishte gjithçka më e vështirë. Dhe pas një kohe, kur i hapa syt, ai ishte aty. Andi. Ai nuk e kishte të vështirë të kuptonte ndjesinë që kishte brenda tij. Ishte e dukshme që ai po ndihej aq i humbur sa edhe unë. E dija që kishte marrë një vendim dhe ai e dinte se çfarë po ndodhte. Duhet të ndalojmë, më tha me zërin e tij të shtrënguar. Ky është një fund që do të shkatrojë gjithçka. Ne duhet të përballemi me pasojat. Ai kishte të drejtë. E kuptova atë që kishim krijuar, nuk mund të ndodhte më. Pasojat ishin fatale, të pashmangshme. Kjo ishte një marrëdhënie që kishte shkatruar çdo kuptim të besnikërisë, çdo kuptim të dashurisë dhe që kishte cënuar çdo lidhje familjare. Ne nuk mund të shpëtonim nga ajo që kishte ndodhur, por mund të përpiqeshim të shihnim se si të shëroheshim nga kjo dhimbje. Ai mori përgjegjësinë e tij dhe unë e pranova. Linda e mori vesh. Ajo mbajti veten të fortë. Pas asaj nuk ka pasur kurrë një moment të lehtë, por të dy kemi vazhduar jetën, secili duke mbajtur pasojat e vendimeve tona. Nuk mund të kthehemi pas, por mund të përpiqemi të jemi më mirë. Tani, kur e mendoj atë që ndodhi, ndjej një lloj qetësie të hidhur. E di se nuk mund ta fshij atë që ndodhi, por jam e gatshme të përballem me jetën dhe pasojat e saj. Ndoshta ndodhi kështu për të mësuar se nuk mund të luash me zjarin pa u djegur. Ndoshta ishte çmimi që duhej të paguaja për të kuptuar se dashuria nuk është gjithmonë e drejtë dhe as marrëdhëniet nuk janë gjithmonë të thjeshta. Por gjithsesi, kjo
është historia ime. Kjo është ajo që unë kam jetuar. Dhe ndoshta është një mësim që do më shoqëroj gjithë jetën.